Këngëtarja e njohur shqiptare Eli Fara ka prekur publikun me një rrëfim të ndjer për lidhjen e saj me Korçën dhe mungesën e prindërve gjatë një interviste. Teksa foli për jetën personale dhe projektet muzikore, artistja tregoi se vizitat në qytetin e saj të lindjes janë bërë më të rralla, pasi aty nuk e pret më askush si dikur. Tani nuk shkoj shpesh siç kam shkuar sepse më mungojnë prindrit dhe nuk më pret njeri atje. Dera u mbyll, por sidoqoftë kam mall për Korçën, për shoqërinë, sepse edhe shoqëria është larguar. Të paktën kanë mbetur 3-4 njerëz që i njohim. Duam të ecim në ato rrugët që kemi kujtime, në atë shtëpinë ku kam jetuar, me ata njerëzit që i kam takuar për ditë. Kështu që shkoj nganjëherë, u shpreh ajo me emocion. Eli Fara tregoi se nostalgjia për qytetin mbetet shumë e fortë, sidomos për rrugët ku është rritur, kujtimet e fëmijërisë dhe njerëzit me të cilët kanë ndarë vitet më të bukura të jetës. Megjithatë, këngëtarja tha se vazhdon të ndihet krenare për Korçën, duke vlerësuar kulturën, pastërtinë dhe qytetarinë që e karakterizon. Ajo zbuloi se vera do ta gjejë të angazhuar me koncerte dhe evente të shumta muzikore, ndërsa la të kuptohet se shumë shpejt do të vijë edhe me një projekt të ri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.